Mirëmbrëma. Unë lash një video dje, dhe sa për juve që ta shikoni me atë vlerësim pak a shumë. Po gjërat të reja po dalin gjërat të cilat disa idea ose të paktën i prisja të ndodhin, sepse unë kam dalë dhe me emër tamam i quaj ata të cilët janë përfshirë, sidomos për këtë protestën. Kam dëgjuar disa intervista, por duke ditur dhe situatën që është të shesh, nuk do doje sepse unë vetë në Amerikë kam protestuar, por duke protestuar për të drejtën, për gjën e vërtet, për atë çfarë me të vërtet duhet ndodhë në Shqipëri. Po ja që miqë shok, këtu po luhet lojë. Cila është loja? Ju mendoni se Edi Rama nuk e di pozicionet i ku është? Nuk e di Edi Rama që me të vërtet, përveç atyre të djathtë të demokratë, le të themi, që duan ta heqin e të zënë vendin e tij në parlamentin, në qeverisje. Përveç atyre janë të tjerë. Kuptohet partitë vogla ose grupacione të reja. Por Edi Rama do dhe një gjë tjetër, që juve, publiku shqiptar nuk e di. Sot mu vërtetua 100%. Do thot dikush, unë nuk kam ditur, pse s'fole? Atëherë, protesta është rëmbyer nga e majta e re neokomuniste, neomarksiste. Të rinjt, pra, brezi tjetër pas viteve 95 e kanë marrë këtë protest. Pse e them këtë? Shikoni se kush e ka mikrofonin, kush flet, çfarë kërkojnë, kë përdorin. Pavarësisht se po del edhe një grup, si grup drejtues i kësaj proteste. Mua sot si Altin mu ka mush mene që kjo nuk më bindë. Sepse të majtët po bëjnë një, si themun, kundra tempo, një opozit falso. Të theme të që është. Opozit falso përmes protestës, së pari për të vazhduar dhe për të zgjatur utopin e një opozite, për të mos lënë forcat të reja apo të tjera që të kenë mundësinë të komunikojnë me publikun përmes protestës dhe të thonë fjalën e tyre. Ata janë qytetarë shqiptarë. Por rreth e qark, ati vendi ku është ky mikrofon i ardh, le themi, thonë zë. Janë njerëzit e Edi Ramës, janë njerëzit e të majtës të Shqipërisë së re, klyshat e Kramos Ruçit. Apo jo Ilir Ditaj. Se kollaj është për shembull kur të merresh me Zaqë Islamën e ti thuash i pjerdho. Ta kërcënosh, e ti vish me njerëz duke shtyrë. Nuk është se nuk të njoh Ilir Ditaj. Klyshi Gramozit jeti. Kontrabandist me cigare, narkotrafikant nga Anglia në Shqipëri. Qa do ma? Ish polisti. Nëse tani kontrollon, keni bërë shërbimin tuaj sekret brenda një organizate të majtë, që është e gatshme bilesa të shkojë në ekstrem. Apo jo, kam gabim? I keni mbledhur njerëzit dhe vazhdoni të përdorni presionin të Marin Mema që të bashkohet e të pranoj titullin e kryeministit për jush.
Po të vazhdoj të tërhiqet Marin Mema, kështu siç e ka nisur, mbase deri diku ose në një kohë të saktuar do takoj njerëz të hajrit. Por po vazhdoj kjo protestë kështu, edhe ky presion i njëjtë, ai ka mundësi domethënë që të bëhet pal Juve. S'po them se është pal, por mund të bëhet pal me Juve sepse Juve keni krahun e fortë sipas asaj që Juve po shfaqin tash në për protest. Atëherë miq, më vjen keq. Kjo protest nuk zgjoi të djathtën opozitën, nuk e bashkoi atë. Përkundrazi kjo protest zgjoi një revolt të njerëzve dhe shfryzoi revoltën e njerëzve, të pronarëve të tokave. Por në fakt u mor nga brenda për të katapultuar njerëz në fushë politike. Për mua sot kjo protest nuk ka më vlerë. Më vjen keq, por nuk po shikoj zgjidhje. Çfarë do bëjnë më vonë nuk e di sakt, po tani për mua kjo protestë ka mbaruar. Nuk e arrin qëllimin që duhet për të hequr Ramën, për arsye që ju i dini, të gjithë i dinë. Dhe njëkohësisht po i lë njerëzit në mëshirën e fatit, prapë te Edi Rama, që përmes qeverisë teknike Rama përsëri të fitoi zgjedhjet. Apo jo? Iki njerëzit Ramës, dakord. Do kthehen të tjerë që do futen në jetë politike. Gjaku i ri. Ta që shikoni ju në protesta, edhe këta duan kockën e tyre. Me këta do ta bëj politikën Edi Rama. E majta shqiptare diktatoriale vazhdon dhe do vazhdoj derisa ju shqiptar të bindeni dhe me të vërtet ta kuptoni që Shqipëria ka nevojë për një parti konservatore të djathtë. Kuptoni? Po nuk erë konservatorët të djathtë në qeverisje, Shqipëria humbet, shkon më poshtë e më poshtë, deri në shkatërrimin e saj, nga vetë qeverisja e saj, nga vetë njerëzit e saj. Jemi rasti më unik në botë. O popull, e kupton? Ju shim propagandë, ju mbajnë me shfaqje, ju mbajnë në këmbë me protesta që juve së fundi të thoni s'mundemi më. Jemi të lodhur. S'kemi më takat. Këtë do thoni ju. Sepse këtë për qeveria. Pa punë, të uritur, të lodhur, të raskapitur, dhe qa fitua të thot qeveria për t'ju dekurajuar. Rikni në shtëpi tash. Më vjen keq. Kjo protestë ka dështuar. Pik. Mirupafshim.